Miqtë Prizmus, ka pasur shira kohët e fundit edhe sigurisht paralimimet kanë bërë mirë që janë kryer dhe janë bërë. Nuk është kaq shumë në Shkodër qytet, se sa në periferitë e saj, në Malësi, shumë zona e Lezhës, e Kurbinit, e Laçit, në përgjithësi ka pasur shumë. Këtu akoma, megjithatë, është e mira që njerëzit kenë kujdes edhe për lëvizjet më të gjata, po njëkohësisht edhe për ato që janë më të shkurta, në momente që me të vërtetë është një parashikim modi jashtëzakonisht i vështirë, i mbushur me rreshje. Në këtë rast është shumë e mirë që nuk e bëjnë alarm, dinë që do të binë sasira të mëdha shiu dhe këto sasi të mëdha shiu diku do shkarkohen edhe ato përbytin. Pra, kujdes. E fillova me këtë sepse sigurisht emergjencat janë në gatishmëri edhe përgjithësi i dilet punës përpara. Edhe për këtë është për tu falenderuar si bashkia, si prefektura, si emergjencat e kohës, si ushtëria, të gjithë në radhë. Dakord. Tashti po kalojmë ke protesta e famshme e bërë para kryeministrit që quhet foltoria numër 2, kështu sikur duhet. E sigurisht në përgjithësi njerëzit pan sasin të grumulluarve para kryeministrisë edhe nuk është se priten një gjë e madhe, por shkon ku shkon puna edhe atje shkon. Sa njerëz janë, sa njerëz të ndjekin. Dhe normalisht që Sali Berisha nuk e ndjekin njerëzit. Nuk e ndjekin për shumë arsye, por arsye kryesore është sepse e dinë që nuk ka dalë për njerëzit aty. Po të kishte dalë për njerëzit do ta ndiqnin. Nëse Sali Berisha sigurisht do kishte 20.000 njerëz aty, 10.000 njerëz, 15.000 njerëz, imagjino 50.000 njerëz, nuk do të ishte aq i butë, aq i qetë. Sali Berisha do kishte marrë ato njerëzit që hedhin flakadane dhe e ndjekin kryeministrinë. Mirë po, Sali Berisha nuk mbledh dot as 50 vetë, domethënë aty nuk ka dalë gjithë grupi parlamentar, nuk kishte dalë. Nuk kanë dalë familjarët e tyre. Nuk kanë dalë një pjesë e njerëzve. Për shembull, sikur nuk e pas Jozefinën. Nuk e di. Mbasi ju e keni parë, po unë nuk e pas. Ka dhe tjerë, atë Tabaken për shembull. Është deputete, sikur nuk e pas. Tabaken apo nuk i kujtohet, ajo që thoshte po të mbaroj rruga Shëngjin Velipoj, do neglizhohet Shkodra, i bëhet keq Shkodrës. Nuk ishte. Sigurisht ishte Gjingjoni. Imagjino tash miq të Prizmus, një njeri që ka marrë lejen e barrës për të mos paraqitur në gjyq, lejen e barrës të gruas. Kupton se sa frymëzon ai që ti sa i frymëzueshëm bëhet Gjingjoni, shoku i tij, njeri i kulluar i drejtësisë, ky që realisht ka bërë drejtësi të madhe, sa frymëzon. Ose Bylyk Bashi, ka gjithë ditën thon Ballukja është në SPAK, e harron që edhe Bylyk Bashi është në SPAK. Harron që SPAK-u është bosi derkthimi i tyre, para se me shkon në shtëpi këta kthehen herë në SPAK. Dhe Bylyk Bashi ishte në SPAK. Nuk e di as për djeni apo për pa djeni, po në SPAK janë këta, në SPAK janë edhe qeveria. Të dy palët në SPAK janë. Në SPAK është edhe Sali Berisha, 2 herë në SPAK. Në SPAK është edhe Fatmir Mediu dhe ai është në SPAK. Në SPAK janë edhe këta. Pse do bëjnë muhabet vetëm për SPAK-un edhe Ballukës. Edhe këta në SPAK janë. Mirë, po këta dalin në bërtasin, këta kanë drejt. Ballukja nuk pas ka drejt. Po gjithë në SPAK janë, gjithë po merrni kthesën ke SPAK-u. E nëse të frymëzohen edhe për këtij Bylyk Bashit. Për kujt do frymëzohen? Për Gazbardit edhe Agron Gjekmarket, po Tritan Sheut. Nga kush do frymëzohen njerëzit më që dalin në shumicë? Nga këta tipat, apo nga Flamur Noka, apo nga vetë Sali Berisha që del 20 minuta me vonesë nga shtëpia se do që ti mblidhen njerëz, po njerëz nuk mblidhen. Dhe thot mirë herën tjetër, dakord me herën tjetër edhe mund mbledhësh. Problemi është se nëse do që të punosh për shoqërinë, duhet të jesh për shoqërinë, edhe për partinë, duhet të jesh për partinë. Gjëja më e bukur që kishte i gjithë
ajo e tubim ose e mbledhje prej nuk e di 150 njerëzish, ja 200 për hatër tuj. Pa shtojmë se s'po mbledh gjama gjithë gazetare, kamera, po gjithë ku diu se janë 200 vetë, dakord në rregull. Skena më e bukur ishte aty individi i cili po kërcente me një muzikë moderne, me një këngë. Po kërcente aty. Super, bulevard, midis bulevardit ai kishte zgjidhur problemin e tij. Bulevardi ishte bosh, sepse nga ora 3 deri në orën 8 ishte i bllokuar për 2 orë, e kishin bllokuar që në orën 3 këta. Sa të mblidhen, aty s'e mbledh kërkush, bllokohet, skalojnë ato makinat e shkreta atje Tirana, kështu, tash edhe mitingjet e Berishës, okay, dakord. E pa veten që këtu është vendi më i mirë për të kërcyer. Edhe jo rasti të kërcyer të bukur, tak lutë kamerë, tak ulën tokë. Ishte skena më e bukur e një proteste. Protestë që imagjino tash e kishte edhe me s'kemi ligjin, thotë, do të jemi gjithmonë kundër ligjin e 2 gjinive, 3 gjinive, 4 gjinive, gjenderit. Gënjejnë si zakonisht, domethënë, ka zakon, janë berish këtë vegjël, as kur gjallë si ka po. Mi po, përkrahen edhe nga ca klerik të ndryshëm, a kupton, tipik që ka harruar diktatura. Nuk ka harruar, thas kanë qenë trima asnjëherë, kanë qenë pjesë e sigurimit të shtetit, një pjesë e madhe tyne, por që sigurisht atëherë nuk ishin trima. Trimat ishin lapidarizuar, trimat ishin në përburgje, i vrau. Këta janë llapazan. Por që në veri për shembull i dënonte me 9 vjet këta federastët, këta që kishin gjenderit. Këta nuk mund t'i dënojnë dot, po sigurisht bëjnë muhabete kot edhe kurse ke si ligj. Se ligji ashtu është, një mashkull dhe femër. Tashi duan ta sajojnë këta sepse duan ta fusin politik. Edhe në politik sigurisht urdhon Sali Berisha. Thotë pse jeni me Edi Ramën, thotë pse bëni si Edi Rama, spionujt e patronazhistat e Edi Ramës, hafijet edhe harrojnë që janë hafijet e Sali Berishës, patronazhistat e Sali Berishës, maskaret e Sali Berishës, hajnat e Sali Berishës, njësoj, nuk ose ne ka ne ndryshim të madh kjo punë. Dhe për më tepër kur i bëj një shërbim të jashtëzakonshëm me veprime të tilla, të cilat patjetër kanë sjell jo vetëm dështimin e opozitës, dështimin e alternativës, sepse ajo alternativë nuk mund të jetë me një person i cili është futur në parti në 8 nëntor të vitit 1968. Nuk mund të jetë ai alternativa. Populli e ka marrë vesh. Shoqëria shqiptare sa do e trash dhe folklorike të jetë, nëse duan të tallen me të, ja po ja them unë që nuk është kaq folklorike, kaq e trash. E din, 200 vjet i shkojnë Berishës. Mund bëhen 1000 vet me forcë, po jo më tepër se sa kaq. Sepse e din që ai nuk ka parti demokratike, ka parti personale. Ai nuk ka dalë aty që të mbrojë fëmijët e demokratëve, as demokratët vetë. Ai ka dalë që të mbrojë fëmijët e vet, Argitën dhe Zenin. Ai nuk ka dalë aty për të mbrojtur familjet e demokratëve. Ma nuk i mbron Sali Berisha, ju ka vu zjarrin në 97-ën. Ju ka vu zjarrin në 98-ën. Ai nuk mbron asnjë lloj familje shqiptare, ai mbron familjen e vet. Ai do të dalë aty sepse ka hallin e familjes vet. Ai nuk mbron individin demokrat. Asnjë individ demokrat nuk ka mbrojtur deri tani. Përkundazi ka përçudnuar, i ka tërhequr zvarr deri tani Sali Berisha. Ai mbron individin Sali Berisha. Mbron familjen e tij. Dhe ai nuk mbron një parti dhe nuk përfaqëson partinë demokratike, përfaqëson partinë e tij personale. Sot partia ku rri ky Mulnoka bashkë me atë Vjollca Vokshin edhe Gjerk Markajn edhe Tritan Sheun edhe Gazbardin është pronë e Sali Berishës, nuk është e këtyre. Vendos ai që të jenë këta deputet dhe prandaj janë. Nuk është se këta kanë partinë demokratike. Çfarë partie demokratike kanë këta? Këta soldojnë kur gjë. Këto një bodyguard i Sali Berishës po të dojë i merr dhe i fut të gjallë dhe një njeri i tij që mund porositet nga Sali Berisha, këto i rref i shkeb brinsh, edhe këta zguxojnë, edhe ato që dalin thonë në një fjalë, si Ilir Mehmeti, Ali Mehmeti, si e ka Ilir Ali Mehmeti, nëse do ta teprojnë, sigurisht do t'ia thyen në një këmbë. Sepse kështu e kanë bërë gjithë jetës. Mos teprohet më mirë, të rri deri në ato suaza. Ka çita vajza guximtare kështu, po përderisa rrin aty në atë grumull, domethënë ai grumull do t'i infektoj. Në këtë
pikë tash ajo që duhet sqarojnë, duhet të sqarojmë edhe njeriu numër 1, demokrat të Korçës që është edhe Ilir Vrenozi, i cili ishte i mërzitur, i shketi po shpërthente, po fliste, a jeni burra apo si jeni burra, i thot. Mirë po duke qenë korçar nuk i thot burra me rrët fort, burra i thot, se burra janë, fakt, s'kan rrët, ta, tipik. Si t'jen nga veriu, si nga jugu, nuk janë burra. Po t'ishin burra, nuk i kishin lëpirë fjalët. Dy prej tyre për shembull, ai Gazbardi tha sa tjetë Sali Berisha, unë s'do kem punë atje, po ja ku është. Ose agron Gjek Marka, po t'ishte burr, jo me r, po me r, edhe malcor, siç është verior, militor, i fort, burr, të shgjimnie kapedanëve të mirë ditës, nuk e thot fjalën që sa tjetë Sali Berisha s'do kem punë unë. S'do ketë punë unë, s'ke punë me Sali Berishën, e ke thani një fjalën. Po nuk janë burra, janë burra. Në këtë pikë, ata i shërbejnë jo Sali Berishës vetëm, se vetë Sali Berisha, që ta kuptojnë ta, normalisht ta kuptojnë edhe Vrenozi, nuk i shërben më vetëm familjes ti, dhe vetëm Liri Berishës, Argitës edhe Zenit edhe Apit, maksimumi. Këta i shërben Edi Ramës. Këta zgjasin pushtetin e Edi Ramës, për arsye sepse nuk duan të lejojnë opozit tjetër, të jenë vetëm këta. Kanë pozicionin e opozitës, dhe duke qenë se është pozicioni i opozitës, normalisht nuk do të sulmohen, kështu ja thot mene, as nga drejtësia, kanë pozicionin e tyre, kanë pllakosur opozitën. Duke pllakosur opozitën, nuk lejohet asnjë lloj opozite tjetër e cila del përballë Edi Ramës edhe e rrezikon. Jo. Pra këta punojnë në mënyrë direkte dhe indirekte për majorancën që sot për Edi Ramën. E ndërkohë që ky proteston, e ndërkohë që ai profesori Boçi tallesh me atë Kosin, thot nuk jemi Kosin, ne jemi qeveri Kosit edhe opozit Kosit, ose nuk e di çfarë thotë Kos integrimi. Tash Kosi pa Kosi, ajo Kosi e ka në dorë këtë punë, Boçin se njeh kërkush. Boçi mund tallës, është edhe humorist i madh, ka mësuar humorin në Shkodër. Po ku ti bjen mend në Evropë asaj Kosit, se kush është ky Kosi Boçit. Asi njohin fare, nuk i kanë në horizont fare, ndërkohë që Ramës i japin dorën, i hapin e i mbyllin ato dokumentat e integrimit, ky i çon torta, i çon vend, e presin nga të kateranët. Është situata se situata praktikisht kështu noll, e takon filani, e takojnë më të mëdhet, i jep dorën, i përqafon Gjermani, Francë, Spanjë, Austri, Zvicër, Irland, Danimark, kudo në botë, në BE, kudo Kosi një anë edhe tjetër në krahun tjetër. Këto kosat e Shqipërisë që dalin para kryeministit, kush i njeh këta? Kush i njeh, kush i pjer këta, kush i vendlist këta, askërkush. Këta e kanë ndarë përfundimisht mene, sepse janë bërë armiq me Evropën, armiq me Perëndimin, në përgjithësi. Edhe këta e din mirë boll që ne nuk integrohemi në asnjë vend tjetër përveç se në Evropë. Ne nuk mund të integrohemi atje ku ja merr mend Sali Berishës. Integrohemi do tas në Vigjidol, sa do të integrohesh, është shumë i vogël, nuk ka nxen. Gjithë as ke kulla e tij. Dëshira është të integrohesh në Evropë. Dhe sigurisht kjo lloj dëshire është kthyer në një lloj mangthi tash, sepse do integrohemi apo s'do integrohemi. Në këtë pikë ai që kërcente në bulevard ishte njeriu më i qartë. Absolutisht njeriu më i qartë. Ai që po kërcente. Në mitingun e Sali Berishës ishte personi më i qartë. Personi i dytë i qartë. Për hesapet e veta është vetë Sali Berisha. Të gjithë të tjerët atje janë out. Jo se nuk janë qartë, janë out se aq kanë dorë. Ata janë bujca në familjen dhe pronën e Sali Berishës. Të gjithë çapat aty janë bujca në pronën e Partisë Demokratike, e cila nga ana saj është pronë e Sali Berishës. Nuk është pronë e tyre. Sali Berisha po mbron pronën e vet. Prona e tij është Partia Demokratike, e cila është pronë e familjes Berisha. Jo atyre budallëve që kanë dalë që të ndjekin mrapa, një person që mbron pronën e vet. Ora ç'pun keni ju me pronën e atij tjetrit? Nëse do të dini të mbroni Partinë Demokratike, do ta bëni pronën tuaj, të merrni pronën mbrapsht. Ta keni tuaj, jo të Sali Berishës, ajo është Sali Berishës.
E kam një hipotekë të jashtëzakonshme. Bie edhe mendimin e Edi Ramës. E kanë ata më. Ç'punë keni ju? Çfarë pune të ke ti që shkon mrapa? Për çfarë? Po ka punë sepse me anë të asaj prone ai del deputet, me anë të asaj prone ai ka fitimet. Me anë të asaj prone është dikushi. Përndryshe këta janë askushi. E sa për Spakun? Të gjithë janë për Spak edhe këta. Spaku mund të marrë gjithë qeverinë Rama ta vizitojnë. E këta s'kanë përfituar prapë. Sepse janë Spak edhe këta. Dhe kreu spakist është vetë prona PD dhe Sali Berisha pronari i saj. Për shumë akuzat tjera. Shumë akuzat tjera. Në majtë cilave qëndron vrasja e 4 personave në bulevard me 21 janar të 2011. Dakord, miqtë e mi? Ja, këtë desha të them. E fundit janë pastruar kanalet dhe këto i nxjerrë për ditë edhe Benet Beci. E prandaj Shkodra mbytet më pak. Për 33 vite nuk i kanë pastruar kanalet, përkundër që i kishin zënë edhe kanalizimet, kishin zënë edhe super kanalet me pallate, me ndërtime, pa leje. I kishin bllokuar me zhavore, gjithë magistratet e tyre. Bile në investimet që kanë bërë nuk ishin lidh me kolektor, e kishin nërë pa ndërtuar fare, edhe mbytet Shkodra. Këtyre që ju binte mend për Shkodrën. Sot disa prej tyre shkojnë e thonë pse s'u realizua kjo, pse po vonohet kjo. Këta thonë vonohet, po ti kishin pas mend të kishin bërë vetë, tash i thonë vonohet, ta s'kanë bërë asgjë. Absolutisht. Këta aty ku thonë vonohet, e di çfarë bënin, ndërtonin hotele kuplara. E kishin pushtuar, ishin të gjithë pa leje, kishin ndërtuar gjithë farë maskarallëqesh, imoralitetesh. Ju pastru tash po ndërtohen, tash i thonë pse vonohen këta tipat. Këta tipat e mbytnin me shirat që bien e mbytnin Shkodrën. Ka nejtë Shkodra disa kohë në ujë. Një muaj herë, një 15 ditë që herë tjetër, e mbytesh vit për vit. Vit për vit. Në 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, mbytesh vazhdimisht. Tash i thonë pse është duke u vonuar ky investim. Çfarë është duke bërë? Po të kishin qenë burra, jo burra, si kundër janë, do t'i kishin bërë Shkodër. Do kishin rregulluar edhe hyrjen e Shkodrës, do kishin rregulluar edhe urën e Bachallekut. Do kishin rregulluar, da kishin bërë po jo da mushin me ndërtime pa leje, siç e kanë mbushur. E t'i leshin gropat se të futet njeriu mbrapa. Nuk ndërtuan një urë që mos të ecesh mirë, bëte gropa, bamb, thyje disqet me ndërtimet e tyre. Dakord, miqtë e mi. Ja, këta janë tipat të cilëve të shiu kanë marrë dhe partinë dhe kërkojnë partinë. Ju duket cila është partia ime. Partia e juaj është partia e Sali Berishës. Po është pronë e tij, jo e juaja. Këtë duhet ta keni shumë parasysh. Jashtëzakonisht shumë parasysh. Nëse do doni largoni këtë regjim që quani të Edi Ramës dhe këtë majorancë duhet merrni pronën tuaj mbrapsht. Po prona juaj tashmë ju ka fluturuar, nuk është më e juaja. Është e Sali Berishës. Dhe sa të ketë frymë ai, ju nuk do të keni pronë, nuk do të keni as parti. Dakord?